Kjo që po them tash të musliman është një prej lutjeve më të mëdha që mundesh me bë për njerëz të familjes tane që janë smut. Është i smut baba, nana, vllau, motra, e vladi, bane këtë dua për ta. Ka ardhur Gjibril alayhi salam te Muhamedi alayhi salam dhe ka thënë: o Muhammed, janë ki ankesa? Ka thënë Muhamedi alayhi salam: po. I ka thënë Gjibril alayhi salam. Do të thënë këtë lutje e ka bë Gjibril alayhi salam për Muhammedin alayhi salam, e për neve është shumë e mirë nëse e bëjmë për kanda që është smut prej antarëve të familjes. Thu Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'dhik wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqik. Edhe një herë, Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'dhik wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqik. E thu këta një herë, 2 herë, 3 herë, sada që ki mundësi, spaku një herë. Ja thu këtë lutje atina i cili është i smut, e lutë Allahun azza wa jall me këtë lutje, e kjo është për lutjeve më të bazuara në fe që mundesh me bë rukje një të smut në familjen tane. Lusëm Allahun azza wa jall me na bë për muslimanë të mirë.